Hej, kjo Kosovë ka dhënë shumë trima që s'harrohen kur. Heroin shote Galica që luftoj si burr. Janë mbledhë burra n'lokt kuvenit, pyesin për këtrime, ku është shota e Azemit, ajo heroine. Na deri tashmë i prekëm disa tema të ndryshme, po më du me kalu te pjesa patriotike e kongve. Sa është e vështirë për një femën me kënu muzikë patriotike? Sa është e pranueshme për publikut kjo pjesë? Se nashta na mësu deri vonë me pa veç burra që e kanë bo këtë pjesë. Po, domethënë ka dhe këngëtarët që kënojnë këngë patriotike. Fatmire Breqarni është Shkurte Fejza, Shyhritja, Mutrat Mustafa, janë edhe Mutrat Krasniqi. Kështu që kemi këngëtare që kanë kënu dhe këngë patriotike. A do të me pas nashta një vokal ma të fort për me kënu muzikë patriotike? Pa tjetër që duhet me pas edhe një vokal të fort, po edhe një përshtatshmëri të këtij lloj zhanrit. Sa të pëlqen nashta ty kështu vetë muzika patriotike? Nëse se kishe kënu, po vështë kish pëlqy ty për veti? Po normal që më pëlqen, kur unë pëlqen sigurisht edhe këndoj. Kështu që se kam problem. Din pra vërshësht sa këngë patriotike i ke bo dhe i sot? Po kam disa projekte, kam edhe këngë që për dëshmur, domethënë kam këngë patriotike që kam kushtu shumë. Kujt e ke dediku këngë patriotike? Kam këngë për Halilukën, domethënë për dojnë tim Halilukën, kam këngë për shumë dëshmur tjerë, për Shpend dhe Bekim Bajraktarin, kam këngë për... A është e vështirë me a dediku një këngë një patrioti ose dikujt që ka qenë luftë, që ka bo shumë për këtë vend? A është e vështirë edhe për juve me i gjetë fjallët për me bo një tekst për ta? Ndoshta vështirë është për tekst shkruesin, se zakonisht tekst shkruesi është ai që merret, ne domethënë vetëm e këndojna. Kështu të tekst shkruesit janë ata që e bojnë domethënë këngën, edhe ne e këndojmë. Cilën prej tyre na kishe këndu qëtash? Se nuk e di, ma mirë me të dëgju të kënu, se po kënan te për mirë, shtu që ma mirë po kënojna. Faleminderit. Po do ta këndoj një këngë për Shot Galicën, që është prit jashtëzakonisht mirë. Është këngë shumë e mirë. Okej. Që është kënduar nga rapsod të mirënjohur. Okej. Hej, kjo Kosovë ka dhënë shumë trima që s'harrohen kur. Heroin shote Galica që luftoj si burr. Janë mbledhë burra n'lokt kuvenit, pyesin për këtrime, ku është shota e Azemit, ajo heroine. Faleminderit shumë. A përshë, thash që shumë ma mirë me kënu. Edhe ti po i kima ati letë me kënu. Ma letë me kënu se me folë. A është e vërtet që kjo që jo artistat balet të keni me kënu se sa me folë? Nuk e di ashtu me dojmë, që është ma e letë për ne. Po më interesat me ditë, sa të bjenë shpesh me kënu që të këngë patriotike? A ka na i konë ashta që tirin ekstra për me kënu këngë veç patriotike? Se tash po bojnë edhe në për oda, po bojnë organizimet të ndryshme që normal, ka këngëtar që e bojnë veç të pjesë dhe është profitabile edhe për ta. Po, zakonisht janë festat e nëntorit, pastaj, domethënë 28 nëntori, 17 shkurti, pastaj 5, 6, 7 marsin prekaz që matë, kështu që janë dhe festa që domethënë ashtu që të kënojmë këngë patriotike. Ka ku kina me të pa tash më shatë në dhe shkort, ku kemi konë? A do më konë e për Kosovë, a do më shku jashtë? Nuk e di, kemi oferta jashtë, të shofim ku te kemi ofertën e parë, pa tjetër që do t'jemi dikon. Sa është e vështirë, nashta për ty tash të në kohën që të bjerë më konë udhëtime, jo anej, jo knej?
Apo mund është me adal me një fashurme? Po sigurisht kur ke vullnet edhe kështu që udhëtimin e harron. Se e merr me pozitivitet edhe me kënaqësi.